Një betejë e pazakontë gjyqësore është zhvilluar mes ish-gjyqtares së GKK Marcela Balili dhe Shërbimit Informativ Shtetëror në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Ish-gjyqtarja ka ngritur dyshime se ish-kryeprokuroria Ina Rama, antare e kolegjit posaçëm të apelimit, është spiune e Shërbimit Informativ Shtetëror. Zonja Balili thotë se zonja Rama doli zbuluar si bashkëpunëtore e SHISH kur u publikua nga hakerat lista e plotë e bashkëpunëtorëve të SHISH me 1895 persona. Nisur nga kjo indicje, Marcela Balili ka kërkuar SHISH informacion zyrtar për lidhjen e Ina Ramës me institucionin e sekreteve. SHISH ka refuzuar informacionin e kërkuar nga ish-gjyqtarja pasi i klasifikohet sekret. Në këto kushte, ish-gjyqtarja i ka kërkuar komisionerit për të drejtën e informimit të urdhërojë SHISH për dhënien e informacionit me pretendimin se ky informacion nuk është sekret për shkak të publikimit të listës së bashkëpunëtorëve. Komisioneri për të drejtën e informimit ka konkluduar se informacioni i kërkuar është sekret dhe si i tillë nuk mund të vihet në dispozicion. Ish-gjyqtarja Marcela Balili ka kërkuar gjykatës administrative rrëzimin e SHISH dhe komisionerit, por padia e saj nuk është pranuar nga gjykata. Por, a është Ina Rama bashkëpunëtore e SHISH dhe a e ka ushtruar funksionin e antares së KPA në përputhje me ligjin?